Vetëm e pamje nga palestra 13 qershori, gati për nisur tashmë edhe pjesa e dytë apo çeregu i tretë mes Sigal Prishtinës dhe Golden Eagle Yllit 41-46 në favor të Yllit pjesa e parë, edhe pse çeregu i parë në aspektin e sulmit ishte 8 topa të Yllit duke shënuar vetëm 10 pikë dhe duke pasur 7 topa të humbur, për dallim që Prishtina shënoi 19 pikë në çeregun e parë, ndërsa në të dytën një fytyrë krejt ndryshe e Yllit shënoi 36 pikë. Duke lënë Prishtinë vetëm me 22 pikë çënuar atë. Kryesteta më i dalluar ishte Agjosaj me 13 pikë, 5 rebound e 2 asiste, por u penalizua herët me 3 personale, ndërsa Anton Scott me 9 pikë, që shohim në plan të parë, por më i dalluar mund të themi që ishte Rees me 12 pikë çënuara që erdhi nga banka, një kontribut shumë i mirë i bankës dhe skuadra e Yllit që në total kanë çënuar plot 20 pikë. Se gjysmën e pikëve të Yllit, për dallim që të Prishtina vetëm 10 pikë çënuara nga banka ku 8 kishte çënuar A3 dhe 2. Kremer për të pritur pesën e Yllit i shohim në parket Kastratin, Scott, Bashic, Shoshi edhe Allen, ndërsa për të parë se me çfarë pesë do zbres Prishtina dhe Kakjuzis. Ne shohim në plan të parë Hagjosa i cili do nisë me 3 personale. Elitare më i dalluar të skuadra Sigal Prishtinës, shohim Hagjosaj, Azemin, Bailey, Burns dhe Visario Peshenjej që nisi edhe ndeshjen për skuadrën Bardh dhe Kaltër. Pare do t'jenë me topin lojtarët e Prishtinës që njen sonte si lojtar apo skuadra vendase. Pse luhen në Suarek. Burns. Pasimi për Pejlin, dy lojtar pranti, orienterohet duke luajtur me Agjosaj, Azemi nga kjo distancë për 3 shënon Arjan Azemi, 24-26 starti më i miri, mund shëmi kësaj pjesë të dytë për skuadrën e Sigal Prishtinës. Bashic për Allen, Anjar Bashic, provon për 3, Bashic nuk ka pik, Bailey bën një box out perfekt për të marrë fillimisht pozitën Kastratit, e në fund për të marrë edhe reboundin janë pasim e rrezikshëm i Azemit. Në fund nuk e mban në kontroll plotësisht topin Bashic. Do vazhdoj të jetë me posedimin skuadra e Sigal Prishtinës. Do të kthehet koha aksionin e 18. Bailey. Apo është Burns kërkoj falje. Ja ka lënë që s'no fushën jo. Me kohë duket e kanë kaluar lojtarët e Prishtinës. Ja 4 sekonda, banon shumë e mbajtjen e topit Burns. Në fund e humbet krejtësisht. Ja Allen pasime përpara për Bashic. Tjetër topi humbur nga Bashic. Topi 4 i humbur nga ai. 3 pati vetëm në çeregun e parë. Lojtarët, as Bashic që as Burns që nuk arrin plotësisht ta mbajnë topin në kontroll. DeAndre Burns. Bailey mundohet të marrë pozitën Kastratit. Pasimi është për të. Grajnë për një me Arjan Kastratin. Lirohet Azemi, do të provoj tjetër treshje Arjan Azemi edhe këtë që brenda. Treshja dytë Arjan Azemit këtë çerek. E treta në ndeshje, 13 pikë sa ka dhe Agjosaj. Allen, Dajlet për të përgjigjur, jo. Azemi me rebound, ja, kundërspritja shpejt e Prishtinës Burns. Për Visario lirohet, nuk gjuan topin. Në fund vendos luaj me Agjosaj, ky fundit për Burns, Bailey, Azemi. Qarkullon mirë topin Prishtina, Visario provon shkoj vet. Ja, pasimi për Agjosaj, 9 sekonda, Agjosaj për Burns. Presion të kohës tashmë, skuadra Bardh dhe Kaltër. Burns, një gjuajt e kontestuar nga Kastrati, nuk ka pik, Bailey me rebound në sën, ka faul të Shoshit. 2 tira do t'jenë për Bailey. Ka banë në gjuajtën e partë e lirë Bailey.
në të dytën. Ja, merë bërësim Prishtina. 28-26 në një posedim, tashme bërësia atyre. Kastrati për Bashic. Allen, në përgjetur pikët e para, skuadra e Yllit. Kastrati nga anash për Erjon! Tjetër treshe. Nga Erjon Kastrati është e dyta, 6 pikë, ka në detajl, ka dhe 3 asiste Kastrati. Këtën minimalisht e bërësin skuadra e Golden Eagle Yllit. Ariana Zemi. Pasime për Bailey, nga një për një me Allen, ja, pasime për Visarion. Kej fundit Gabon, Shoshin nga prapa. Arin vjedh topin, Allen. Avash Scott kërgoj falje. Dyletar pran Scott, Arin kaluj në koqës më fushën, Allen. Van topin në posedim, Scott. Pasime perfekt për Shoshin. Gjësnja! Personalja 4 dhe Diana Gjosaj. Shqetsime që rritën për Sigal Prishtinën. E pikërisht për a Gjosajnë. Shumë sa të qëndroj edhe mëtej në parketa Gjosaj. Qalanë në gjuakin e lirë Shoshit, 28 me 52. Ariana Zemi. Zemi provan të sëllma i vetë në mesën e dy kundërshtarëve, është fauluar. Dhe që personalja është e Allen. Nuk pajtojt Kastrati. Qalan Azemi në gjuartën e parë. Sakta në të dytën, 50-52. Shkja shumë e mirë Azemi në 8 pikë këtë qerek. Ja, i dy vishuar Bashic, Shoshi. Allen me një prapa për 3. Allen nuk shënon, Shoshi provon të mbaj për para Yllin. Nuk ja del të kontrolloj plëtsisht topin, apo ta kitë plëtsisht në kontrol. Burns, ka në gjysë më fushën. Alerot Azemi, në balore, mashtroni kundërshtar, për tjetër treshe, Ariana Azemi shkurtër, Visariu. E tja vjen tope për jo për ta pasur në kontrol, më pas. Prishtina njerë, le Shoshit që shënon me faul, në tranzicion, Ylli. Ja, ne pasim shumë i mirë nga Bashic për Shoshit, një faul, jo i menqën nga Ariana Azemi. Kuja dhuron në një gjuaj dhe tjirë Shoshit, krejt e pa nevojshme. Burns. Gjosaj. Sekonda, Visariu. Në give and go. Pasime është devijuar me këm nga Kastrati, ku aksionin që do kthejt në 14 skuadra Prishtinës, Bailey. Vështërsi Azemi, shërben për Burns, Burns për 3, kjo i duhet Prishtinës, Diondre Burns. 53-55. Faul të Baileyt. Jo, e ujdeshme. Edhe në këtë qerek, sa i bërket faul dhe ekipore skuadra Prishtinës. Kështë faul i 3 dhe ekipor. Dallim që kanë vetëm edhe një për dhënë. Kanë bejdur lojë edhe 5 minuta, 25 sekunda. Allen. Top i vjedhën nga Gjosaj. Pasimi për para për Visariu. Visariu përvan shkoj vetë me një jurë step. Nuk ka pik. Nuk
koordinohet mirë në debërtemja, i pa markuar Allen për 3, në qoshën e tabelës, Teddy dobet gjuajtja, Burns në anën tjetër, ka faul të Kastratit. Shojmë sa do t'jenë 3 gjuajt e tjera për DeAndre Burns, i cili pretendon që të ketë qenë në momentin e gjuajtës kur është fauluar. Shojmë në stres edhe ka Kjuzis, Azemi. Bailey për Burns. Daniel Bailey. Herohet Azemi. Azemi, një për një me Kastrati, në Vizmir Azemi. E ka gabim në apat Arian Azemi. Topi umbër, super mbrojtje nga Arian Kastrati. Pasim për Shoshe, Shoshe pik të leta. Ardon qëndroj jashtë pjesës e lyer. Haxhosaj për çmangur personale dhe Shoshe që po bën fest nën kosh. Apo nën koshën e Sigal Prishtinës. Burns. Azemi provon për 3. Shanon tjetër 3 Arian Azemi. 18 pik për Azemin. 3 4 e tij në 7 tentime. Scott për Kastrati, provon përgjigje dhe Arian Kastrati. 3 e tij 9 pik ka Kastrati. 56-60. Burns. Bailey. Bailey provon shkoj vet në mesin 3 kundërshtarëve, edhe pse ishte e lira Gjosaj. Tregohet e kujës në atë situatë, Bashic, provon shkoj vetë, Bashic dalet në gjysmë distancë, shumë e bukur gjuajtja. Time out i ka Kjuzis. Pesë e 62. Pesë e 16 këtë qerek i tretë të skuadra. Apo në favor të skuadrës së Yllit. E pauzë shkurtër, time-out është i Prishtinës. Azemi. Theme pas time-out dhe thirrën nga trajneri ka Kjuzit për para dhe efektin e time-outit të Prishtina. Mbetet Bailey vetmua në pjesën e lyer, shërbehet me njerë për të shënuar pik të leta nga vërsia. Mund ekuilibrin. Bashic kujlada më pas hapësirën për Bailey. Scott. Simi për Bashic. Ja, shërbehet Shoshi. Shoshi në mesin e 2 kundërshtarëve, Shërandes Shoshi. Super qerek i tretë nga Lisi. 58-64. Haxhosaj. Risbet gati t'i kuadrohet. Azemi. Për Burns. 5 sekonda, Burns. Në mesin e 2 kundërshtarëve. Provaj gjuajtë në presion të kohës, jo për shënuar Atri. Ka zëvendësuar Vasilius Arios, janë e topi vjedhur nga Bailey. Gutet në
tranzicion skuadra e Yllit, Azemi për tjetër treshe jo kësaj radhe, Agjosaj me riba unësojnë, ma Agjosaj në mundësin e dytë është fauluar dhe tjenë 2 tira për Dion Agjosaj. Mundësia reale për Agjosaj në që qënoj pikët e para në pjesën e 2, 13 qënoj në të pare. Morina dhe Rhys që do inkuadrojnë, Lisë Shoshe dhe lë vende për si Morinën. Në ashtu edhe Bashic për Rhys. Kalon Agjosaj në gjuajtën e parë. Kalon Agjosaj në të dytën, mbjetën me 14 pik. 59-64. Allen. Apo Scott kërkoj falje. Ja, dhe vërtimi Scott për Morinën. Rhys për Morinën. Kastrati është i lirë. Kastrati për avant tjetër. 3-2. Ajaj! Qfar pjesë e dytë për Erion Kastratin. Treshja 4, ka 12 pik. E 8 në detalj për Yllin. 8 për para. Skuadra Golden Eagle Yllit. Ja një pasim për Bejlin. Ravant përgjigjet në Kastratin e bën. Marslian që të provoj dire në 2 shifra shkoja bërësia e Yllit. Ja Kastratin një Elio për X aksionin ndeshjes pa dyshim. Super asist nga Erion Kastrati. Faul të Kastratin dhe Burns. Kastratin dhe tjetë personalja e tretë. Ja Çalaku që do inkuadrohet. Apo jo, është të dyta për Kastratin. Ullet paraqitet shumë e mirë Erion Kastratin në këtë çerek të tretë. Burns, në gjuajtën e parë, 63-69. Burns që për Burns kjo është pika 8. Bashkën tjeti pak abueshëm në vijën e të lirave, 3-3. Qalan edhe në të dytën Burns. Scott, një pasim i vjedhur. Apo një pasim nga buar, ku e vjedh topin Arian Azemi. Agjosaj, përvan shkaj vetë, Agjosaj, pika 16. Dion Agjosaj. I vendosër për të sulmuar koshen dhe ja del. Në fund J. Pigët. Morina. Allen, i dy fishuar, Rhys. Për Scott, me njerë pravan treshën, Scott, nuk ka pik, Agjosaj lufton me Morinën, Agjosaj. Topin e ka kapiteni Yllin, një kapim në pasim nga Zemorina. Burns. E përsi numerike. Skuadra Prishtinës e shfrytëzon këtë Burns. Për të shënuar një treshe, gjithë shka e barabar në 69. Tjetër pasim i gabuar. E nga Yllit, 3 topa kumër me rallë, me një ndaj lojën. Jeronimo Sharin me një time out, nuk i pëlqen kjo. Pak kujdesi dhe unë bje vëmendjes në loj nga rejtare dhe ti. 69-69. 22-34 sekonda loj në qerekon e tretë me posedimin pas time out e dhe tjetë skuadra se kanë Prishtinës.
Tre për i strefin, Luajnë për një me Morina, për cilën part i strefin, insiston për shkuar vetë, nxjerr topin për Azemin, i fundit kaluaj të rajt, top i umbër të skuadra. E Prishtinës apo jo, postedimi do tjetë me Sigal Prishtinën. Tha gjistari Shabani. Bailey. Burns, 5 sekunda. Ardhan Djekon, Andre Burns, Luajnë për një me Morina, Burns dalet për 2, nuk shënon, e në fund Scott. Rebound në mbrojtje, e gjithë koha mbetur, këtë qerek duke që dhe tjetë me Yllin. 8 sekunda ka mbetur, Scott, vazhdon të vanoj, Scott, ka një foul të i strefit, apo të Bailey në Reeds. Shohim sa dhe tjenë dëgjuar e tira, jo, kishën shfrytzuar faulin e fundit që kishën për dhënë lojtarët dhe Sigal Prishtinës. Është fauli 4 të ekiporit të re. Dhe marrë time out, ka Kjuzis. Apo jo, vetëm një zëvendësim, Bailey do ullet. Për të inkuadruar Kramer. Lerohet Scott, brojtja mire Burns, Scott një gjuajtje vështirë. Nuk ka pik, a ka interferuar Kramer, shojmë. Vinë ta shojmë gjystarët me shumë gjas. Për të vendosur sa do të ketë pik në a gjuajtje të Scott, apo jo. Protestat janë nga banka Prishtinës. Është vje, gjystari Shabani. Zbashko me Arjan Thaqën për ta parë nga përsëritja. Kramer ka interferuar si pas gjystarëve në gjuajtjet e Scott. Treshja është pranuar për skuadrën e Golden Eagle Yllit. Rezultati që është 69 me 72. Nisë regu i 4 me posedimin do t'jenë lojtarët e Yllit. Çalako për Bashic. Çalako, Bashic, Morina, Scott dhe Rees në parket për Yllin. Bashic për Scott.
Marina një për një me bardhi strefe, për cilën këse Marina, kapitenin e yllit. Marina një pasep shumë i mirë për Reis. Reis gafërsia ka faul të Bailey, dy tira do t'jenë për të. Reis shënon në qajtën e partë e lirë, 15 PKI. Sakta në të dytën. 69-74. Autri. Pasimi për Bailey. Një për një me Reis, Bailey me forcë, me të majtën, nuk ka pik. Marina me rebound, Scott me pesë e bërësia yllit. Në mundësi për të thelluar edhe Matej. Scott. Për avancën maj vetë, Scott. Azemi arin tja kap topin. Edhe duke që Shigjeta është në anën e Prishtinës, andaj ka bëjt diskutushëm që përkthehet në posedim të topin për Prishtinën. Atri. Izmir Atri. Burns. Për pak të mbas topin, e umbet në fund. Scott, tranzicioni, 2-1. Pasimi për Pashic në leja për të shënuar. Pretendon Pashic të fauluar. 69-76. Faul. Në Arjan Azemin, shtyrje. 4-0. Start i yllit në këtë qerek të 4, Prishtina ende në kërkem të pikëve. Gjosaj në plan të pari, penalizuar me 4 personale. Në vendin e ti, Bardhi strefi. Dohet buloj minutat e Gjosajt. Ja, Burns e pasim për i strefi, në fund nuk e kontrolon topi si duhet kthehet topi me fat për të. Burns. Për Atri, është i lirë Bardhi strefi, nuk luan me të Atri, në topi u për Gaj. Ja ku në zbritër të shpejt, Scott shkon vetë, Scott përdor tabelën. 6-0, qereko i 4 për yllit, 9 për pare janë ata. Penalizohet të njerë Prishtina shkaku i egoizmit të litarëve të huaj. A mos shpërndarjen e topit, e në anën tjetër, kundërshtuar me të vrastare të yllit. I dhërojnë atëre një përsi prej 9 pikeve. Time out i është i Kakjuzës dhe Sigal Prishtinës. 69-78. 6-0 këtë qerek i 4 në favor të Golden Eagle yllit. Efektin e time-outit të Kakjuzës. Ende për qedër pikët e para Prishtina në këtë qerek të 4. Azemi për Burns, Atri. Për Arjan Azemin. Azemi Kavan shkoj vetë një, gjuajt e shumë e vështirë. Gjosaj me rebound në sulm, Gjosaj nuk shënon në erën e parë. Posedimi të vazhdoj tjetë me skuadrën e Sigal Prishtinës. Ma betra 11 sekunda në aksionin e Sigal Prishtinës.
kuadrohet. Pasim në thellësi për Burns, pikët nuk do pranohen. Ishte më i hershëm fauli. Nuk pajtohet DeAndre Burns. Keme së vendësim tashmë te Ylli shumë kur do largohet. Do tjetë Skotaj. Ahman në vendin e ti. Atri, Ajosaj, Aner Atri, nga Anash provan për 3, Romenja po Anash nuk shënën, Hafman para Ajosaj, ngudet Bashic në aksionin e radhës Ylli. Azemi për pak t'ja vjell topin, Marina i pa markuar për 3, Xent Marina! 69-81 në dy shifra për herë të parë Ylli në përsi. Azemi. Azemi në gjuajtje vështirë nuk shënon. Hafman me rebound. 3 minuta që po mbyllën në Prishtinë, ende në kërkim të pikëve. Bashic. Top i vjedhur nga Ajosaj. Ajosaj duhet të rohet me topin. Sini për para për Burns. Burns është fauluar nga Marina, fauli 3 ekipor. Burns. Ajosaj, Atri provan treshën, Ajosaj topi hyrë dhe doli. Atri me rebound, nuk ka pikas për Atrin. Bashic. Ajosaj për pak vjetë topin Hafman, ka gabim në hapa nga ai. Bailey, rotullohet, blokohet nga Hafman. Shalago për Bashic. Reis, sa ka faul, jo, topi shkon me fat për Hafman, nuk shënon në herën e parë, ja dhe të dytën. Domeni me Yllin në çerekun e 4. 11-0. Bailey për Burns, apo ka qenë Andri për Burns, Burns provon gjuajtjen, airball, çfarë mbrojtja e Yllit në çerekun e 4. Bashic, Reis, për Çalako, Çalako provon shkoj vetë, çfarë ka ngjarë, ka një faul në Çalako nga Bailey, e vërtet personalja e 4. Apo jo është të 3 dhe kërkoj falje, 4 ka vetëm Ajosaj të skuadra Sigalt Prishtinës. Pesëm 10 tashmë e bërësia. 13-0. Falë 12-0. Skuadra e Yllin e ka qerek të kadëma në fund të jetakulli. Në stojmë të Prishtina, ku Belli shënën në qësëm distancë. Bashic. Pasim me thellësi për Hafman, për plasja me Bailey, për Hafman, nuk arrin.
Çalakut. Prishtina të ketë apo më të saktësisht trajneri Kakjuzis shumë pak opcione edhe pse e ka në bank Tom Poloshkën ai nuk është gati për formuar mund të themi sonte edhe pse bati 7 minuta në parket ka një ndezje në themë është një përplasje të topit nga Bailey e ka një teknike për Baileyn. Arsyën sepse unë të shkua me teknike. Gjuajtën e lirë. Pas një sjelljen ndërsa që nuk e cilësua brenda të nditave sportive nga gjyqtari Thaçi. Të Bailey të ndaj edhe u ndëshkua me teknike. Pashic, mbrojtja e mirë e Burns. Pashic vazhdon t'jek kohën. Rees nga anash për 3. Shtanon! Për t'ja dhe një malë për në gjidur si galt Prishtinës kjo tresh e Rees. A3. Shoshi bëhet gati të kthejë në market. Haqosaj. Janë faul në Baileyn. Personali ka qenë më hershme e Huffman. Nuk ka më faule për dhenë Ylli. Këtë qerek të 4. Shojmë se për këtë do gjykohet personali duke qenë për Huffman. Dy tira do t'jem për Baileyn Huffman në vendin për Shoshin. Shojmë që Huffman nga banka për 10 minuta në parket, shënoj 6 pik, 7 rebounde. Një ashtë për 2 blokada, tregoj një mbrojtje qeftë zakonshme në minuta që i pati në parket. Gjallan Baileyn në gjuajtjen e partë e lirë, 15 pik për të. Vetëm Haqosaj e Azemi që kanë më shumë saj. Haqosaj 16-18 Ariana Azemi, por që nuk ka shënuar asë në pik në qërikun e 4. Shpërtheun edhe tretën Ariana Azemi. Apo në të dytën Bailey. Rees për Pashic. 4 minuta, loj në qërikun e 4. Pashic një anë top i vjedhur nga Burns e umbet në fund A3, tranzicioni është Yllit të Rees! Super përplasje topit! Ka qenë ai qendra e vëmendjes së ndeshjes së sotme me përplasjet e tij në kosh, e pa më edhe më herët në çerekun e tretë një alley-oop mes Kastrati dhe Rees. Azemi për 3, nuk ka pik, Rees me rebound. Dal nga dal bie edhe morali dhe besimit e elitarit e Prishtinës se mund të thejnë brapë situatën saj përket rezultatit. Allen të zë vendin e Çalakut në mesin e duar trashkitjeve dhe ovacioneve. Shkon drejt bankës, do të merituara për angazhimin e tij. Pashic. Çfarë pasimi bukur, mes e kontrollon Allen, Shoshi. Heziton e gjuajtë për 3, preferon depërtimi, nuk shënon në herën e parë, provon Tamboj. Posedimi për Yllën e Tamboj, skuadrën në aksion, në fund del me topin jashtë. Është basketbollisti Pejës.
Atri. Skrin Haqosaj. Atri lëviz mirë. Për Azemi. Azemi në mesën e dy kundërshtarëve. Për pak të mbas tove në shtëlirë. Haqosaj nuk e shë Azemi. Tashma Bailey i provon për 3. Shannon. 77 me 90. Provojnë tashma me akcione të zgjatëra. Lojtarët e Yllit provojnë t'jegin gjithë kohë në akcionet. Shoshi. Kastrati me 4-3 shësonte. 15 pikë në detalj. Bashic nga kjo distancë për 3. Bashic nuk ka pikë. Azemi. Në moment në për të marrë reboundin. Ja, është i lirë Atri provon me njerë për 3. Atri shënon. 80-90. Time out me ndaj lojën. Krep trajneri. Sharin. Do kërkojnë nga lojtarët e tij që edhe për këto 2 minuta të mbajnë vëmendjen e lojë. Sepse Prishtina duke që nuk e ka përmend të dorëzohet vjetësh tepërsia e Yllit. Edhe në total 2 minuta 10 sekonda kanë mbetur kohë. Dere në përfundim. Time out i Sharin. Jam me këpojnje më të mira nga Qerevi 4 deri tash. E për të juar më pas time outit me minutat e mbetur. Bashic. Ja, një full court press, apo një presa në tërë fushën nga Prishtina. S'ka tjetër top i humbur. Është i shtati për Scott, 5 ka. Bashic në total Ylli ka 18 topa të humbur. Bailey. Për Atri. Atri. Ja pasim për Bailey, në ziton në gjuajtë, ka pran Kastrati, Bailey preferon Sulmaj, dy lojtar pran t'i ka, nga pem në opa. Super mbrojtje nga Ylli, nga Kastrati e Shoshi. Ky dyshim që uli në maksimum rrezikun që mund vinte nga Bailey. Duke detyruar që të bëjnë të humbur. Tari Prishtinës se ka 18 pikë, s'bashku me Azemin janë shashnuesit më të mirë, të Prishtina pak kontriboj banka. Atri me 11 dhe 2 Kremer. Bashic me double me 10 asiste e 11 pikë qënuara. Tari vetëm me 2 stanca me 2 shifra. Bashic. Për Scott. Diletar pra Scott. Për pak ta vjetë tobin Atri. Edhe 4 sekonda Kastrati. Provon Sulmoj vetë. Kastrati blokohet nga Bailey. Në zbritje është të shpejt e Prishtinës. Azemi për Burns. Burns për Atri nga ana. Provon treshën Atri. 83-90. A 1 minutë e 21 sekonda loj. Vazhdon me pressing në tërfushën Prishtina. Kastrati. Nuk ngutet. Janë i pasim për Bashic. Bashic. Për pak të mbas topin. Scott. Ka një foul të Burns.
Edhe në dëgjuajt e lira, shfrytëzon time-outin e fundit që kishte kryet trajneri Kakiuzis, 83-92, edhe 1 minutë e 6 sekunda loj. Pas time-outit posedimit dhe tjetë për skuadrën e Sigari Prishtinës. Atri për të bërë rivënien e topit. Luan shpejt me Bejlin. Atri edhe njerë, pasimi për Bejlin. Është i lira Gjosaj, kombinojnë vetëm lojtarët e huaj të Prishtinës. Dyshe qenë nga kjo gjuajtja Atrit. 85-92, luhet minuti fundit. Edhe 58-38 sekunda. Bashic. Ka faul në Bashic, jo. Allen. Rinë të ruaj topin, Allen, një pasim në dhëtësi për Shoshin. Shoshi shënon nga përsia. Ato ndështë janë pikët që do vullosin edhe fitoren e Yllit. Janë treshe, Atri, topi Yllit dhe doli, Shoshi. Me rebound, mjelin kohën tashmë. Lojtarët e Yllit nuk ngutet Allen. Pasimi prapa për Scott. Ndërzuan ndoshta edhe skuadra Prishtinës. Scott për Shoshin. Shoshin, një depërtimi bukur. 85-96. Burns, dalet për 3. Burns i shkurtër. Topi kthehet me fat për Burns. Azemi. Për Bejlin, Gana, provon treshe, ka faul, pjës një. Pa revanshme kjo gjuajtë për 3, sakte Bejlin e faul. Vete për të reguluar statistikat personale, ndoshta ka rëndësin kjo gjuajtje e Bejlit. Bashic. Apo në gjuajtjen e lirë Bejli për të kaluar gjysmë fushën. Përshëndetje aty trajnerëve. 88-96, një fitore e merituar e Yllit, sidomos paraqitja tyre nga çerevit byte tutje. E Prishtina ndoshta edhe handikepuar me dëmtimet e ka Krukit, Lekndreaj dhe sfundmi edhe të Polloshkës. Edhe pse po edhe 6 minuta. Ai vuajti tash e disa ditë me një ndezje në Thamër, që po i pamundson edhe ati të paraqitet në formën qysh, apo në mënyrë më të mirë si që me mësuar ta shohim. Si do që tjetë më ndaluarit të Prishtina, 21 pik Bejli, 18 Azemi, 16 Gjosaj. Gjosaj shënoj 16 pik vetëm në pjesën e parë, 16 Atri nga banka, në anën tjetër 21 pik Rhys nga banka, 3 Qallako, 5 Morina, 16 pik Scott, 14 Shoshi, 12 Erjan Kastrati. Më starojnë një double-double nga Bashic, 10 asiste e 11 pik. Ylli, edhe pse me 18 topa tumbur, arrin triumfon ndaj skuadrës së Sigari Prishtinës. Do t'jemi me intervistat, mos të largoni.
Ishim dëshmitar të një ndeshje shumë interesante në 13 qershor këtu në Suarek mes Prishtinës dhe Yllit. Tashmë jemi në pjesën e intervista ku pran kam trajnerin e Sigal Prishtinës, trajnerin Kakjuzës. Coach, your team started well, especially in the first quarter. You led Ylli only with 10 points and 7 turnovers. But after that, your team seemed to be lost on defense. Second quarter was terrible. There we lost the game. We received 36 points in the second quarter. It's bad. Okay, we have a lot of injuries, but this is not excuse. We start the game. We give them 5 points 2 times, grabbing the rim, 1 time out of the offense. Everything counts in the close game. Congratulations to Gili. Of course, when we lose, it's always on me. It's nothing. They play aggressive. They give everything. You know, my players will have a lot of work to do. We need to improve a lot of things if we want to go all the way. We know it's not going to be easy, but still, we need to be better and better. Otherwise, no chance. Also, Coach Ylli, even with 18 turnovers, maintained the situation to get the win tonight. Yes, what went better for Ylli? They shot the ball very good on the 3-point shot, especially kids players that they don't have, you know, the shot till now. We give them a lot of open layups because of our mistakes. This is very, very important. And if you don't be like this, if we're going to manage these turnovers, we don't have to chance to win nobody. Nothing. We need to work more, be aggressive, and that's it. Coach, thank you so much for your time. Good luck on the next time. Ishim së bashku me kryetrajnerin e skuadrës Sigal Prishtinës, trajnerin Kakjuzës. Fillimisht e pyeta me startin e mirë të Prishtinës, sidomos në mbrojtje duke lënë Yllin me vetëm 10 pikë dhe 7 topa të humbur. Çfarë ngjau në pjesën çerikut të dytë? Tha çeriku i dytë është i tmerrshëm dhe është edhe arsyeja se pse ne sot nuk triumfuam. Një ashtu edhe Ylli tregoi agresivitet mirë, tregoi një lojë shumë të mirë një ashtu në sulm. Ai tha që gjithë përgjegjësinë e mbaj unë për lojën e humbur sot, sepse lojtarët bën detyrën e tyre, ishin agresiv, provuan që të fitonin ndeshjen, por përgjegjësinë që mban, thotë që mbaj unë. Një ashtu e pyeta edhe në pyetjen e dytë se Ylli pati 18 topa të humbur, por prapë arriti të fitojnë ndeshjen, tha që ne luajtëm dop në shumë situata, sidomos në mbrojtje. Ylli arriti të organizonte dhe të menaxhonte mirë lojën, ashtu edhe ishte mjaft i saktë në gjuajtjet për 3 pikë, gjë që edhe bëri diferencën e këndeshjes. Për pak çaste do ta kemi tash edhe kryetrajnerin e ri të Yllit, Jereni Mosharin. Jemi tash me trajnerin e Yllit, trajnerin Jereni Mosharin. Coach, first of all, congratulations on to be coach of Ylli, and you started as we expected with a W or with a win. Your team performed not really good, especially in the first quarter. What did you change after the first quarter? First of all, I would say thank you to Mr. Takianos and to my assistant coach, Endrit Alshani, who did their job before I arrived, because it will be impossible just for me if the team is not ready and prepared. I did a couple of things on the practice to, you know, to raise them up, to give them the confidence, and after the first quarter we react good. I'm joking with the team that they drink Golden Eagle, so they start to play better. But I mean, this is just the first step. We have a lot of things to work. Just after one practice, one game, it's hard to come to the level what the team need and what is the target of the team to be on the top of this league. Also, coach, it's very hard to win if you have way more turnovers than your opponent. Your team had 18 turnovers, but you still managed to win. What went better compared to Pristina during this game? I think this player, you know, was on some, I will say, handbrake, like in the car. You know, they couldn't go to their performance, what they can. Obviously, they got like really good talent. You know, they are experienced. I just used a couple of things, not for the media, what I did use. But, you know, I'm glad that we won. I'm happy because of the team, and let's go further. We don't have too much time to celebrate. In 3 or 2 days will be PEA. We will go every game like this, try to win it, and where they're going to bring us, we will see. Thank you so much, coach, for your time. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Ishëm së bashku me kryetrajnerin Jereni Mosharin, fillimisht e urova për detyrën e re si trajner Ylli, ashtu edhe urova për fitoren, ndoshta kanë pritur tifozët
e yllit një rikthim të fitoret pas një starti jo të mirë të tyre këtë sezon. Ai tha fillimisht dua të falenderoj trajnerin paraprak edhe një ashtu edhe asistentet e mi tashmë që janë, apo ishte asistentet e Takianut që kanë bërë një punë të mirë në ndërtimin e skuadrës. Unë jam munduar gjatë tërë javës apo gjatë tërë ditëve që të zgjoj skuadrën dhe të rris moralin të ekipi im. Nuk është që kam bërë një detyrë as të madhe, tashmë serioziteti dhe detyra do të vijë në vazhdim duke provuar që ta vëmë skuadrën në drejtimin e duhur. Një ashtu e pyeta në lidhje me skuadrën e yllit, edhe pse kishte pasur 18 topa të humbur, zakonisht skuadra që ka më shumë të topa të humbur është ka shumë të vështirë fitoj. Ai tha që ne patëm disi një karakter shumë më të fortë, arritëm të ndalim kundërshtarët në sidomos në tranzicion dhe çmoj edhe një ashtu punën dhe detyrën e bër nga lojtarët e tij. Ai tha që tashmë nuk është koha që festojmë, pas 2 apo 3 ditëve do të kemi kundërshtar skuadrën e 5 dhe do të mundohemi që të kemi paraqitje të tilla dhe të kemi një seriozitet të tillë edhe ndaj skuadrave tjera nëse do kërkojmë të arrijmë atë çfarë ne do të provojmë të kemi në fund të sezonit. Ishim edhe në pjesën e intervistave. Ju falenderoj gjithë juve që fillimisht ishit me mua në komentimin e kësaj ndeshje, një ashtu edhe me intervista. Nga unë Andi Logja nuk mbetet asgjë tjetër vetëm se t'ju falenderoj juve dhe t'ju uroj një natë mirë. Çdo të mirë.